Inspektoriati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, pranë Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, njofton se është duke realizuar mbikëqyrje intensive lidhur me zbatimin e vendimit për rregullimin e përkohshëm të çmimeve dhe caktimin e masave të tjera mbrojtëse të nënshkruar nga Ministria Mimoza Kusari Lila. Sipas të dhënave zyrtare të siguruara nga evidencat e doganës, çmimi mesatar i importit të derivateve të naftës gjatë ditës së shtunë me datë 7 mars 2026 ka qenë si në vijim: naftë 1,40 euro për litër, benzin 1,14 euro për litër. Ndërkohë, bazuar në monitorimin e realizuar në tregun vendor nga dita e shtunë e deri më tani, çmimet e ekspozuara për konsumatorët në pikat e shitjes me pakicë rezultojnë si më poshtë: naftë nga 1,39 euro për litër deri në 1,55 euro për litër, benzin nga 1,27 euro për litër deri në 1,32 euro për litër. Ekipi ynë sot ka realizuar një vizhgim në disa pika të shitjes së derivateve në Gjakov. Sipas të dhënave të mbledhura në terren, çmimi i benzinës sillet nga 1,28 euro deri në 1,31 euro për litër, ndërsa çmimi i naftës nga 1,48 euro deri në 1,55 euro për litër.